Dashi, dita nis me energji të freskët dhe një ndjenjë pozitive për të ardhmen. Mund të ndjeni të frymëzuar për të filluar një projekt të ri, ndaj mos hezitoni të përqafoni këtë momentum. Në dashuri, është një kohë e mirë për të shprehur ndjenjat tuaja, ndoshta një bisedë e sinqertë do të forcojë marrëdhënien tuaj. Në punë, qëndroni të fokusuar dhe dëgjoni me kujdes kolegët, mund të mësoni diçka të vlefshme. Financat duken të qëndrueshme, por tregoni të kujdesshëm me shpenzimet e tepërta. Mos harroni të gjeni pak kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë do t'ju mbush me qetësi dhe reflektim. Mbani zemrën dhe mendjen të hapura për mundësi të reja, dhe mos harroni të buzëqeshni. Demi. Në këtë ditë të re të tetorit, përjetoni një energji të veçantë që ju bën më të ndjeshëm ndaj bukurisë përreth. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të ndezë një shkëndijë të re, duke ju afruar më shumë me partnerin. Nëse jeni beqar, mbani sytë hapur për një takim të papritur që mund të prekë zemrën tuaj. Në punë, përkushtimi juaj i pandalshëm do të shpërblehet. Mos keni frikë të prezantoni idetë tuaja unike. Financat kërkojnë pak kujdes. Një planifikim i mençur do të sigurojë që të shmangni shpenzimet e panevojshme. Ndjeni një qetësi të brendshme që ju ndihmon të kaloni çfarëdo sfide. Ushtojini vëmendje shëndetit tuaj emocional. Një moment relaksimi në natyrë mund të jetë balsam për shpirtin tuaj sot. Binjakët. Sot është momenti i duhur për të parë përtej sipërfaqes së gjërave dhe për të parë detajet e fshehura. Në dashuri, është koha për të dëgjuar me vëmendje partnerin dhe për të ndarë ndjenja të thella. Nëse je beqar, mos ja anashkalë ngjarjet e papritura që mund të sillin një lëndë interesante. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet, prandaj qëndro i hapur ndaj sfidave dhe ideve të reja. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është e rëndësishme të planifikosh me kujdes për të ardhmen. Pavarësisht përgjithësive, ndjen një brani të ngrohtë që të mbush me energji pozitive. Kjo është dita për të kujdesur për shpirtin dhe për të çlodhur mendjen në qiellin me ngjyra të vjeshtës. Daforia. Një tetor 2025 sjell një energji të ngrohtë dhe të harmonishme për ty në sferën e dashurisë, është koha ideale për të forcuar lidhjet. Një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë qartësi dhe mirëkuptim. Nëse je beqar, mund të takosh dikë që të ngjallë interes. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet, por mos u ngut të marrësh vendime pa analizuar mirë situatën. Kujdesu për financat, shmang shpenzimet e panevojshme dhe mbaj një sy mbi kursimet. Ndjesitë e përgjithshme të ditës do të jenë të qeta, por kujdesu për shëndetin mendor duke marrë kohë për veten. Pak meditim ose një shëtitje në natyrë do të bëjë mrekulli për shpirtin tënd. Besoj intuitës tënde dhe ndjek rrugën e zemrës. Luani. Fillimi i tetorit sjell energji të reja dhe mundësi të papritura. Sot është një ditë e favorshme për të rishikuar marrëdhëniet personale. Nëse ka pasur tensione, merr frymë thellë dhe kërko dialog. Në aspektin financiar, bëj kujdes me shpenzimet impulsive, përqendro në planifikim afatgjat. Një mundësi e re në punë mund të kërkojë të tregosh fleksibilitet dhe iniciativë. Mos ki frikë të marrësh një hap përpara, vendosmëria jote do të shpërblehet. Përkushtoj kohë kujdesit për veten. Një shëtitje e qetë në natyrë mund të ndihmojë në qartësimin e mendjes. Kujdesi për trupin dhe shpirtin do t'i japë më shumë kuptim ditës. Lejoje veten të ndjesh gëzimin me gjërat e vogla dhe të përditshme. Virgjëresha. Një valë e energjie do të mbush zemrën sot. Do të ndihesh i frymëzuar dhe gati për të ndërmarrë veprime të reja. Në punë mund të përballesh me disa sfida të vogla, por intuita juaj e mbretët do të ndihmojnë në zgjidhjen e tyre me elegancë. Në aspektin financiar, është koha për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë plane afatgjata. Në dashuri, është dita për të hapur dhe për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur brenda. Një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë me partnerin ose me dikë që dëshiron të njohësh më mirë. Kujdesu për shëndetin duke bërë një shëtitje të qetë dhe duke marrë pak kohë për reflektim. Sot, universi të fton të shijosh çastet e vogla të lumturisë. Teshoria. Në këtë ditë të fillimit të tetorit, ndjehesh i mbushur me energji pozitive dhe harmoni të brendshme. Në marrëdhënie, është momenti ideal për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur për vete. Fjalët e ëmbla do të krijojnë një lidhje të thellë me partnerin. Në punë do të gjendesh përballë sfidave, por intuita jote e fortë do të ndihmojë të marrësh vendimet e duhura. Mos u druaj të kërkosh ndihmë nga kolegët, bashkëpunimi do të sjellë fryte të shkëlqyera. Në aspektin financiar, shtyp disa shpenzime të panevojshme për më vonë. Sot, përpiqu të gjesh kohë për reflektim dhe qetësi. Një moment meditimi mund të ndriçojë mendjen dhe shpirtin. Optimizmi yt është qetësi për të hapur ngjyrë të reja. Akrepi.
Ditën e sotme do ta ndjeni si një valës të ngadalë, ku çdo hap duhet të jetë i menduar mirë. Në çështjet e dashurisë do të ishte e mençur të dëgjoni më shumë dhe të flisni më pak. Partneri juaj mund të ketë nevojë për mbështetjen tuaj emocionale, prandaj qëndroni pranë dhe ofroni ngrohtësi. Në punë, një projekt që ka kohë që po e prisni mund të bëjë një hap të rëndësishëm përpara. Mos keni frikë të merrni iniciativën, por mbani vëmendjen tek detajet. Financat tuaja kërkojnë pak vëmendje, mos harxhoni më shumë se ç'keni planifikuar. Për të ruajtur qetësinë mendore, gjeni pak kohë për të relaksuar. Një shëtitje në natyrë mund të bëjë mrekulli për shpirtin tuaj. Kujdesuni për veten. Shigjetari. Sot, dhoma e zemrës suaj duket më e ndritshme dhe e hapur ndaj emocioneve të reja. Një moment i veçantë mund të shfaqet në horizont, duke ju ftuar të përqafoni intimitetin me një të dashur. Në punë, krijimtaria juaj është në kulmin e saj, duke ju dhënë mundësinë të shkëlqeni në projekte të reja. Mos keni frikë të ndani idetë tuaja, sepse ato do të vlerësohen. Financat tuaja kërkojnë vëmendje, investoni me kujdes dhe shmanni shpenzimet e tepruara. Sot është koha ideale për të rishikuar buxhetin tuaj dhe për të planifikuar për të ardhmen. Ndjenjat e qetësisë dhe mirënjohjes mbushin shpirtin tuaj, duke ju dhënë energji të re për të përballuar çdo sfidë. Në fund të ditës, gëzoni qetësinë në një mbrëmje relaksuese. Britsjapi. Në këtë ditë të tetorit, qielli ju dhuron një ndjenjë paqësie dhe stabiliteti. Në çështje të zemrës, lejoni veten të dëgjoni intuitën. Ajo do t'ju udhëheqë drejt vendimeve më të mira. Në punë mund të përballeni me sfida të vogla, por energjia juaj pozitive do t'ju ndihmojë të i kaloni me sukses. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por mos harroni të tregoni kujdes me shpenzimet e tepërta. Nëse keni menduar për të filluar një kurs të ri ose për të zhvilluar një aftësi të re, kjo është një mundësi e shkëlqyer. Mos nguroni të ndani mendimet tuaja dhe të kërkoni këshilla nga të tjerët. Sot, ndiqni rrjedhën e natyrës dhe lejoni vetes të shijoni momentet e qeta që ofron dita. Ujori. Me një tetor, dita ju ofron momente për të reflektuar thellë mbi prioritetet tuaja. Në dashuri, mendoni për të forcuar lidhjet dhe për të ndarë më shumë kohë cilësore me partnerin. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund t'ju sjellë emocione të reja. Në punë, dëgjoni intuitën që ju udhëzon drejt vendimeve të drejta. Një projekt që keni menduar për një kohë të gjatë mund të marrë formë. Financat kërkojnë kujdes, bëni plane për të kontrolluar shpenzimet dhe për të kursyer. Ndjesia e përgjithshme është energji pozitive dhe qetësi. Merrni kohë për të relaksuar dhe për të ndjerë në harmoni me veten. Mos harroni të ushqeni shpirtin tuaj me gjëra që ju frymëzojnë. Dita ju fton të shprehni mirënjohjen për çastet e vogla. Peshqit. Sot, universi fton qetësinë dhe reflektimin. Ndjesitë e thella do të ndriçojnë zemrën, duke të udhëhequr drejt rrugëve të reja në dashuri. Nëse ke një lidhje, është momenti për të ndarë aspiratat dhe ëndrat. Në punë, qetësia dhe kreativiteti do të jenë aleatët më të mirë. Mund të shfaqen mundësi të papritura, prandaj mbaj syt hapur dhe mos ki frikë të shfaqësh potencialin tënd. Financat kërkojnë vëmendje dhe një planifikim më të kujdesshëm. Një vendim i mençur sot mund të përmirësojë situatën për ditët në vijim. Kujdesi ndaj shëndetit mendor do të jetë thelbësor. Largohu nga shurma dhe kërko hapësira për meditim. Lejo që imagjinata jote të fluturojë dhe të ndriçojë ditën me ngjyra optimizmi.